Ani pse me hapësira të bollshme për të kontribuar si në të mbjellura, në ferma e në shumë prodhimtari të tjera, Kosova vazhdon të jetë e varur totalisht nga importi. E kësaj, duke mos dashur që të punojë fare në këtë aspekt, edhe produktet të cilat do të mund t'i konsumonin nga prodhimi vendor duhet importuar. Lajmi.net det më parë është informuar për një problem që prek pikërisht për punuesit e produkteve të qumshtit, pra fermerët, të cilët po përballen me të lashën në këtë sektor, duke filluar nga grumbullimi e deri te vështirësitë në pagesa. Në lidhje me këtë situatë të krijuar, ne kemi kontaktuar disa fermerë të cilët kanë theksuar se gjendja me grumbullimin e qumshtit është mjaft e rënduar dhe se vetëm po përkatësohet. Sipas tyre, prodhimi i qumshtit ka nisur të reduktohet, pagesat vonohen, madje po bëhet edhe zbritje në çmimin e qumshtit që u merret fermerëve. Shpesh herë madje pikat grumbulluese nuk kanë pasur mundësi ta pranojnë qumshtin, duke bërë që fermerët të detyrohen ta hedhin atë. Lidhur me këtë situatë, kemi kontaktuar edhe shoqatin e qumshtarëve të Kosovës, ku kryetari i saj Ramadan Memaj ka deklaruar se mungon mbështetja nga institucionet dhe ka paralajmëruar se nëse nuk do të merren hapa konkret, shumë ferma rrezikojnë të mbyllen. Për momentin kemi, problemin e të prisave të qumshtit, problemin e mos pagesave dhe në kohë të fundit, kemi një paralajmërim që qysh ndoshta nga sot disa përpunues vendor në mënyrë të organizuar dhe të koordinuar duan të marrin vendim për uljen e çmimit të qumshtit së lëndë e parë. Kjo zbritje e çmimit të qumshtit vije në një moment mjaft të rënduar sa i përket edhe anës rritjes së kostos së prodhimit të qumshtit. Siç mund ta dini, ne për shumë vite e kemi paralajmëruar dhe e kemi potencuar dhe e kemi luftuar në të gjitha format e mundshme dukurinë e prodhimeve të falsifikuar dhe mashtruese, të cilat vazhdojnë të qarkullojnë në mënyrë të lirshme në të gjithë territorin e Kosovës. Pra është fjala për prodhimet të cilat kanë përmbajtje të vajit të palmës dhe të cilat e kanë pushtuar tregun e Kosovës në mënyrë krejtësisht të pakontrolluar. Fermerët janë jashtëzakonisht të zgënjur. Kam pasur shumë kontakte dhe shumë biseda me ta ditët e fundit dhe shqetësimet e tyre sigurisht se janë të arsyeshme, janë të bazuara dhe ata në një formë janë shumë të lodhur nga kjo situatë. Dhe në qoftë se kjo vazhdon, të rëndohet edhe në aspektin e zbritjes së çmimit të qumshtit, për ta sigurisht se do të jetë e papërballueshme dhe ne mund të shohim në ditët apo javët në vazhdim mbylljen e shumë fermave në Kosovë dhe për fat keq kjo shans, kjo mundësi që i është dhënë dhe tregut vendor që të plotësohet dhe të mbushet me prodhime vendore, do të vinë në një situatë kur fermerët do të heqin dorë dhe ne do ta kemi shumë problem që në të ardhmen mandej përsëri ta ngrisin këtë sektor, për shkak se tani më janë shumë mundësi të tjera që fermerët mund të gjejnë dhe nuk e kanë obligative ose të them patjetër që të vazhdojnë me prodhimin e qumshtit. Ndërkohë, tash e disa ditë kemi tentuar të marrim një qendrim edhe nga Ministria e Bujqësisë lidhur me këtë çështje, por pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje dhe se institucioni në fjalë ka mbetur i heshtur përballë shqetësimeve të fermerëve, e që do të duhej ta shqetësonin edhe më tepër institucionin përkatës që drejton këtë kategori.